Në seancën e fundit të mbajtur në Cetin, Kuvendi i Malit të Zirë votoi propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për tatimin mbi pasuritë e palujshme, i cili ishte kthyer më parë për i votim nga presidenti i shtetit Jakov Milatović. Deputeti i Forumit Shqiptar nga radhët e LDSH-s, me njëherë kryetari i Kuvendit të Malit të Zi Nikol Camaj, si propozuesi i këtij ligji u shpreh krenar për miratimin e tij të dytë, duke theksuar rëndësinë që ky akt ligjor ka për zhvillimin ekonomik të komunës Tuzit. Jam krenar që Kuvendi miratoi përsëri ligjin për ndryshimin e plotësimin e ligjit mbi tatimin dhe pasuritë e palujshme, duke bërë kështu një hap të rëndësishëm drejt një sistemi tatimor modern. Sipas tij, ligji do të kontribuojë në forcimin e stabilitetit financiar të komuniteteve lokale, si dhe në krijimin e kushteve për menaxhim të përgjegjshëm të mjetave publike. Në vijim Camaj theksoi se me këtë ligj shmanget mundësia që kompania plantacionet përdoret për të ndëshkuar komunën e Tuzit, duke i dhënë kështu mundësi kësaj komune të ndërtojë marrëdhënie më miqësore dhe efektive me këtë kompani.